Ka dhe një lajm para 50 minutave. Po, është një lajm nga shoqata e arbitrave. Po, ma ka si përfaqësues federat sapo. Po e them. Shoqata Bashkimi i Arbitrave Shqiptar të Futbollit shpreh shqetësimin e saj lidhur me deklaratat e përsëritura publike të trajnerit të Egnatias Edlir Tetova, zyrtare, të cilat për disa javë radhësi vënë në shënjesë arbitrimin dhe dëmtojnë imazhin e arbitrave shqiptar. Akuzat e vazhdueshme dhe të pabazuara përbëjnë një përpjekje për të justifikuar rezultate sportive duke transferuar përgjegjësinë jashtë fushës së lojës. Arbitrimi ushtron detyrën e tij me profesionalizëm dhe pashmëri, në përputhje me rregulloren fuqi. Shoqata joni bën e klubit e Ignatias të reflektojnë mbi mënyrën e komunikimit publik dhe të kontribuojnë në ruajtjen e klimës dhe respektit në futboll. Njëkohësisht u bëjmë thirrje të gjitha klubeve që të tregojnë përgjegjësi institucionale dhe të respektojnë rolin e arbitrave si pjesë e pandashme e lojës. Dhe në fund, fjalia e fundit, Ndjes Dabulla, Bashkimi i Arbitrave të Futbollit Shqiptar do të vijojë të mbrojë dinjitetin dhe integritetin e arbitrave shqiptar. Si ishte kjo, ishin të mërzitur se i prish imazhin, po ka më imazh më të prishur këta se që kanë këta kjo bashkësi arbitres që ka pasur ndonjëherë, ka vite që po është pastaj nuk mund dalesh në deklaratë. Kush është deklaratë? Kokë këmbë janë. Shoqata Bashkimi i Arbitrave Shqiptar të Po kush? Ka president, ka kryetar. Tani nuk e kam informacionin. Kjo shoqata ka rënë në një ka bërë një autogol me këtë që bën. Absolutisht. Të drejta e trajnerit dhe drejta e njerëzve për të folur nuk ka shaqet nuk ka shoqat që t'i ndërpres të heqë të drejtën. Shoqatat ulet të analizojnë ndeshjet, gabimet e arbitrave, të vlerësojë... Të analizojë këtë letër... është dënuar e arbitër këtu për... Një minut. Se gjithë këto janë ankuar, gjithë ekipet e superiores. Është dënuar në arbitër këtu për një gabim që ka bërë? Pa dashje për ta shoqata arbitrave radhë parë duhet të vlerësonte që kur ka patur presionin më të vogël në Rogozhin, një arbitër nga presidenti, nga klubi, nga tifoza. Atëherë mund dalësh për... Unë e kam parë me STM para 2 javësh, një president që kapi arbitrin, e shau me rob të shtëpisë në pushim ndeshjes pare, do të shqyej, ta di shpin ku e ke fëmijët e gjitha, delegati, një burr i nderuar rinte si mumje, delegati gjyqtarëve sfolën fare dhe ikën dhe të marrë të shikoj, mos kaloj kufit. Shoqata të merret me klubin e Ignatia është e pamoralshme, jo etike, e paligjshme dhe s'ka punë fare t'i mbyll gojën dot se çfarë thotë Tetova. Ata të marrin shikojnë ndeshjen sot, të analizojnë ndeshjen sot, sa minuta vonesë ka bërë, 15 minuta lojë efektive, sa duhet i deshte. Shikojnë penalltin, ta shikojnë me sy të hapura dhe të marrin lidhje me varin me federat, me këtë duan të vënë kamerat, të shikoj penaltin që su dha, të shikoj se si i jipte faullat Karshi Egnatias arbitrit Sjapi dhe si e lejon të Regbi Tiranën, shikojnë këto gjëra dhe të analizojnë, nuk mund të shpëtojnë me deklarata. Dhe që është kjo deklarat shoqata arbitrave, ka institucione, që shoqata ka 100 shoqata gazetarësh. Dalë dhe unë tani them, në emër gazetarëve Shqipërisë dënoj arbitrat edhe shoqatën. Pse kështu bëra kjo? Është Sokol Jareci. Ato duhet i përgjigjeshin letrës presidentit Vorës. Kjo është në këtë lloj mënyre. Jo një trajner që mbas ndeshjes trajneri në trenimin e ndeshjes i java punës. Asaj letrës duhet i përgjigjen. Ta analizojnë ato që kanë shkruajtur. Le të ulen, po jo, antarë të shoqatës janë delegat, antarë të shoqatës janë federat, antarë të shoqatës dalin televizione që bëjnë moviolën, që vi dhe delegat, edhe moviol, edhe që të bëjaj? Do mbroj njëri tjetrin, do mbroj federatën, do mbroj... Kam i pyetje për ty. Kam parë për shembull presidentin e Elbasanit në një emision televiziv në këto kohë të fundit, i cili u shpreh që presidenti Ignatias Ademroza ka qenë gjithmonë në një sjellje të ashpër karshi arbitrave në pushimin e pjesës parë. Kam i pyetje sepse ti ke qenë në Rogozhi dhe ke ndjekur gjithmonë ndeshjet. Si është sjellja e presidentit Ademroza karshi arbitrave? Atëre e para fare që fjalia nuk është fikse kështu. Jo si e ke thënë ti e ke thënë rregull, po që kanë thënë të tjerë ata që e dhanë. Presidenti kujtim Lupo nuk ka thënë ashtu. Ka pasur gjithmonë ankesa. Jo, ka fol vetëm për një rast e vetë. E dyta nuk ka qenë fare, është i vetëm person